Të nderuar vëllezër, Allahu është i gjithëmshirshëm. Rahmeti i tij përfshin çdo gjë. Mirë, po mos mendo që Allahu ty te në ditën e gjykimit ka me të prit, kur ti po kthehesh, edhe kur ti po del para Zotit me faqe të bardhë. Vjen momenti i caktuar që ndoshta ti mas pak ti e pret. Edhe ta merr meleku i vdekjes shpirtin edhe del. Edhe çfarë ki me thonë? Nëse si ke kry obligime ndaj Zotit, ke me u ankue tek Zoti, o Zot, më fal, e kthem jetën e dynjas. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, secili prej nesh duhet të shikon lidhjet e tij që i ka me njerëzit. Nëse jemi mirë me njerëzit, edhe nuk i kem bërç askujt, edhe nuk i kemi hyrë hak askujt, edhe dalim prej kësaj bote para Zotit në ditën e gjykimit, edhe askush nuk ka asnjë padi, asnjë ankesë, asnjë vërejtje ndaj teje, i lumit i lumi. Pse? Sepse atje mas vështire e kanë ata besimtar musliman, të cilët dalin para Zotit, edhe njerëzit ngrehin pa di kundër tyne, njerëzit ankohen, njerëzit i lypin të drejtat e tyre, e lypin borxhin e tyre, e lypin hakun të cilin i ke hitin hak. Nëse ti je i sigurt se nuk ka një njeri që do t'i ankohet Allahut për ty në ditën e gjykimit, sinqerisht po them, shumë mirë i paske punë. Se tash ki e punë vetëm me Zotin, nuk ki punë me njerëzit. E Zoti është i gjithëmshirshëm. Atë ditë, aq i mshirshëm është për besimtarët musliman, sa që edhe nana edhe baba nuk janë të dhimbshëm edhe të mshirshëm për evladin e vet, qysh është Allahu te bareke ve taala. Mirë po, kjo nuk do të thotë se do të me i lanë obligimet ndaj Zotit, mos me i kry urdhat e Zotit. Mirë po, nëse shkon me punë të Zotit, edhe aty kije mangësi, mshira e Zotit përfshin çdo gjë. Nëse shkon me punë të njerëzve që si ke krye qysh duhet, apo shkon me borxhe ndaj njerëzve, apo ju ke bo pa drejtësi, zullum njerëzve, dije se punët janë keq. Kështu që thirrja është, rregulloni raportet me krijesat në radhë të parë me njerëzit, e pastaj kur ti rregulloni me njerëzit, me lejen edhe ndihmën e Allahut, do t'i rregulloni edhe me krijuesin, me Allahun, edhe do delni shumë lehtë para Allahut te bareke ve taala. Shumë të dështuar dhe të falimentuar do t'jenë ata të cilët dalin para Allahut, e ka dhjetra apo qindra njerëz që do të ankohen para Allahut për atë person. Këta janë mu ata të dështuarit edhe të falimentuarit. Andaj, për mos me dështu, për mos me falimentue, duhet me kujtu sa ma shpesh vdekjen, edhe jevesh me kujtue, po pastaj si rezultat i kujtimit të vdekjes, është kryemja obligimeve që i kemi ndaj njerëzve, duke i filluar ndaj familjarve, ndaj ma të afërmve, ndaj farefisit, ndaj fqinjve dhe të tjerve. E pastaj me i krye edhe obligimet që i kemi ndaj Allahut te bareke ve taala.